Aleikum selam, kur jemi duke fal namaz, në fund të namazit hekim tespi, a lejohet me hek tespi me gishta, apo nuk lejohet se dikush thonë se nuk ban? Shëqoni do thotë puna e dhikrit apo e përmendjes së Allahu dhul Xhelal pas namazit është e përmendur në për shumë hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Tregohet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka përmend se ata të cilët do thotë janë të gjymert, edhe ata të cilët bën do thotë vepra të mira do të hinë në xhenet përpara atyre të cilët do thotë nuk kanë bën vepra të mira. Ashtu që një ditë prej ditëve ka ardhur njëri i cili do thotë nuk ka qenë pasanik, pa qenë i varfër, e ka thonë oj dashmi Zotit. Këto vllaznitë tonë, të cilët do thotë janë të pasur me atë pasuninë të cilën e kanë, me atë gjymertllëk të cilën do thotë e kanë, me atë bujaritë të cilën e kanë me hinë xhenet përpara neve. Po na çka nuk kemi, ka thonë çka të bojnë ana një vepër që bile sa do pak të afrohemi te ta. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thonë çai i cili mas secilit namaz 33 herë thot subhanallah, pastaj 33 herë thot elhamdulillah, pastaj 33 herë thot Allahu ekber, e ka sevapin sikur ai pasaniki i cili jep prej pasunisë së vete për hir të Allahut dhul Xhelal. Edhe pastaj ata sahabi të cilët do thot nuk kanë pasën, janë munduar që mas namazit do thot me bën dhikr apo këtë përmendje të Allahut dhul Xhelal, apo që shënjef do thot populli me gjuhën e popullit do thot këtë tesbih me bën që mas namazit do thot 33 herë me thonën subhanallah, po 33 herë elhamdulillah, po 33 herë Allahu akbar. Kur kanë dëgjuar për këtë çështje do thot të pasurit se çast se vapi i madh çenka, do thot ja kanë nisë edhe ata do thot me bën do thot tesbih, po të njëjtën kohë dhe përsëri me dhon do thot prej pasunisë vete. Edhe kanë ardhur përsëri të varfërit te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e i ka thonë o i dashmi Zotit, po tash edhe këto vllaznitë tonë të cilët janë të pasur edhe ata do thot po bojnë tesbih mas namazit, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhalika fadlullahi yutihi man yasha. Kjo është një dhunti të cilën kujt na don Allahu dhul Xhelal me adhon jep. Ashtu që Allahu dhul Xhelal me don pasuni është dhunti, pa Allahu dhul Xhelal me ta bën nasib me përmend Allahu dhul Xhelal mas namazit, edhe kjo është një dhunti. Ashtu që dikan Allahu dhul Xhelal e ngrit edhe me pasuni, po e ngrit edhe me përmendje, e dikan Allahu dhul Xhelal e ngrit vetëm se me përmendje pa pasuni. Por tash çka është një problem? Problemi është apo thon këtë përmendje Allahu dhul Xhelal, çish është më mirë ti me bën. A me bën të thot me gishta, sikur çka ka traditë në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, apo me bën me mjete moderne. Numrimin, domethënë. Po numrimin, që ta bën të fjalë për numrimin apo këtë. Do thot kjo tespit të cilët na i kemi do thot në për xhamit tona, apo disa numratore të reja që janë me numra, apo për shembull disa iPhone-a të cilët kanë dalë aty edhe i hesti tespit ngjatë edhe shmajt apo këto, ose mjete të reja do thot moderne të cilat ka do thot për numër, për numërim, do thot nuk kanë qenë kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po pastaj njerëzit do thot i kanë çpikën do thot për me bën numrimin. Ata të cilën do thot shumica e dietarëve e përmendit është më e mirë që dhikrin, me bë me dur. Për shkak që sevapi me te nyjet e tua, mos me shku do thot sevapi te mjetet tjera, po me në trupin tan. Sikur çka për shembull sevap kur e falmi farzin në një vend, pastaj sunetin me fal në një vend tjetër për shkak që edhe ai veni me dëshmuar për tyje që do thot ti e fali çdo farzin që ti e fali sunetin. Po ai mjeti me të cilën ti do thot do të bësh zikr, do thot do të dëshmon për ti. Më mirë është me dëshmuar dora jote sa me dëshmuar do thot një gur apo me dëshmuar do thot një dru apo një plastik, çka do thot njerëzit e kanë ndrejtë dhe e kanë rregullu. Por çka është me rëndësi, do thot dietarët islam thonë, me konse të spihu, do thot ai mjeti me të cilin do thot e bojmë me një numërimin përdoret për numërim, nuk ka gjë, nuk prish punë, ama nëse përdoret për dani sen tjetër, sikur disa që kanë qef mi majt në qafë edhe mendojnë që ai të spi ka me rujt ose e kuptojnë të spin si punë e shenjtë, si adhurim, atëherë do thotë që është ai problemi, do thotë ndalesa. Do thotë thjesht të spihin është një rruzë e cila do thotë përdoret për numërim, nuk përdoret do thotë për me qitë qallom, ja nuk përdoret për me tregu një rregull, ja me tregu një devotshmëri, ja me tregu që je pak ma modest, ja që je ma musliman edhe kështu me radhë. Ashtu që ne si muslimanë kemi për obligim që punët e tona me i punue, që ashtu që i ka punu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pasi që ai në rregullat e tina generale ka përmend, ka thonë khudhu anni menasikakum, merrni prej meje do thot rregullat e haxhit.
po pastaj ka thonë sallu kama ra'aytumuni usalli, faluni çashtu që më shihni mua duke u fal. Edhe na pra e kemi për obligim që kur dojna me kry ndonjë rregull fetare edhe ndonjë punë tjetër e cila është fetare me punu çashtu që ka punu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se ai është ai modeli i muslimanit të pranuar përpara Allahut Dhul Jalal.